Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mbani aloe vera në shtëpi dhe nuk do vuani kurrë nga këto sëmundje. Aloe vera, bima që ngjan me kaktusin dhe përmban një xhel shërues transparent, është dëshmi e mrekullisë që ekziston. Bima natyrale ka kaq shumë fuqi shëruese sa që normalisht mund të mposhtë edhe një sër problematikash. Në Egjiptin e lashtë, aloe vera është e njohur si bima e përjetësisë, ndërkohë nga amerikanët autokton i shkon edhe si shkopi magjik i parajsës. Aloe vera mund të vendoset mbi të gjithë lëkurën, sikurse në djegje, ashtu edhe në përfitime të tjera shëndetësore. Bima i mban plot 200 substanca aktive biologjike të cilat ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit, përfshirë enzima, minerale, vitamina, aminoacide e të tjera. Sistemi jon i imunitetit i reagon mirë aloe verës, pasi bima përmban edhe veti antibakteriale, antivirale, antikërpullore, të cilat ndihmojnë trupin ton të pastrohen nga patogjenët edhe nga toksinat. Në anën tjetër, mineralet janë ato që e mbajnë trupin të gjallë dhe aloe vera është e mbushur me shumë lloje të ndryshme, duke përfshirë këtu magnezin, zinkun, selenin, kalciumin, kaliumin, hekurin dhe sodiumin, të cilat do t'japin rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Edhe nëse nuk keni probleme me sistemin tretës, aloe vera mund t'ju ndihmojë pasi e përmban enzima të rëndësishme të cilat ndihmojnë në këtë problem. Tjetër veçori e aloe verës është se përmban vitaminën B12 dhe kjo vitaminë është e vështirë të merret përmes ushqimit. Vlen të ceket se vitamina B12 është e domosdoshme në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Aloe vera përmban vitaminën A, C dhe E, kolin, acid folik, B1, B2, B3 dhe B6. 22 aminoacidet janë esenciale për funksionin e trupit, ndërkohë që aloe vera përmban 20 prej tyre. Pra aloe vera është e aftë të pastrojë trupin dhe të largojë substanca toksike nga lukthi, kafshikza, mëlçia, veshkat dhe të tjera, por edhe trajton probleme të ndryshme. Nuk është e çuditshme se kjo bimë është e njohur nga egjiptianët e lashtë si bima e përjetësisë. A i dini se aloe vera ndihmon në pastrimin e akneve, ose se përdorimi i lëngut të aloe verës mund t'jetë i dobishëm për uljen e sheqerit në trup te personat diabetik. Gjithashtu shërben për të parandaluar komplikacione të caktuara, duke qenë se ka aktivitet shumë të mirë antioksidant. Kur mendojmë për aloe verën, gjëja e parë që na vjen ndërmendje është përdorimi për të zbutur dhe lehtësuar problemet e lëkurës nga dielli. Megjithatë, kjo bimë ka qenë pasur me lëndë ushqyese, përdoret kudo në botë, por në raste nga më të ndryshmet më shpesh mund të bëjë mrekulli në shëndetin tuaj. Kjo bimë është e vërtet, duke qenë se përmban 75 lloje të lëndëve të dobishme, vitamina, minerale, enzima, sheqer, përbërës fenolik dhe aminoacide. Krejt këto shumë të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit. Por në këtë video, sipas health.com, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i bimës së aloe verës. Aloe vera është një bimë shumë e mirë në parandalimin e komplikacioneve. Aloe vera përmban substanca me nivele të larta të antioksidantëve, të cilat do të ofrojnë gjithashtu edhe shumë përfitime në shëndetin tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Ajo do të parandalojë problemet e plakjes dhe do t'ju bëjë që të keni një lëkurë më të shëndetshme, duke u neutralizuar kështu edhe dëmi i qelizave të lëkurës suaj. Përfshijeni bimën aloe verës në dietën tuaj të përgjithshme. Ajo ndihmon gjithashtu edhe me tretjen. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave që bëjnë mrekullin për tretjen. Veçanërisht enzimat që ndodhen tek aloe vera ndihmojnë në coftëzimin e sheqerit dhe yndyrnave, të cilat shkaktojnë gjithashtu probleme me sistemin tuaj tretës dhe mund t'japin rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt. Përdoreni aloe verën si një bimë mjaft të mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe vlerat që do të merrni do të ofrojnë gjithashtu përfitime të mira të trupit. Aloe vera përmban enzima thelbësore, aminoacide të rëndësishme. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale më të rëndësishme për organizmin e njeriut, dhe kështu do t'japë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Trupi ynë prodhon vetëm 20 nga këto aminoacide, të cilat mund të merren më lehtë nga aloe vera. Ajo ndihmon gjithashtu në shkëlqimin më të mirë të lëkurës suaj.
Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën aloe vera në shëndetin e lëkurës, por mineralet që përmban ajo ofrojnë edhe një fuqi më të mirë që i duhet shëndetit tuaj. Minerali ky si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori, natriumi, zinku gjenden te bima aloe verës. Ndaj përdoreni këtë të fundit për të pastruar fytyrën në mënyrë që të dukeni për herë të reja dhe me lëkurë me shkëlqim. Aloe vera është një bimë shumë e mirë edhe kundër akneve. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën natyrore që prodhohet nga vetlëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Pakson edhe dhimbjet. Aloe vera përmban shumë enzima, por një në veçanti është shumë më e mirë për të luftuar dhe paksuar dhimbjet. Kjo quhet iskinase dhe ndihmon në zvogëlimin e inflamacioneve të trupit kur përhapen në lëkurë për të mbajtur larg edhe komplikacionet. Një tjetër enzim e bimës së aloe verës që mund të përdoret kundër këtyre problemeve është se mund të ndihmojë edhe kundër shqetësimeve të lëkurës. Aloe vera është një bimë shumë e mirë e cila mund të japë rezultate të kënaqshme edhe në rritjen e flokut. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin e gjakut në skalp. Enzimat përbërëse i japin aloe verës mundësinë të jetë një lëndë e dobishme për balancimin e pH-it në kokë. Redukton nivelet e sheqerit. Diabeti është një çrregullim i metabolizimit të karbohidrateve i karakterizuar nga sekretimi i ulët i insulinës. Për këtë shkak, shkaqet, simptomat dhe trajtimet variojnë duke vëzhguar me kujdes edhe problemin. Një studim zbuloi se aloe vera mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në këto raste duke ju ndihmuar në balancimin e luhatjeve të forta. Një prej përdorimeve më të fuqishme të aloe verës është si vaj esencial me veti të shkëlqyera për organizmin. Gjethet e kësaj bime dhe xheli në veçanti ofrojnë pjesën madhore të të gjitha vlerave ushqyese. Këto dy pjesë të bimës përdoren zakonisht në përgatitjen e këtij vaji. Egjiptianët e lashtë vlerësonin shumë bimën aloe verës dhe e përdornin atë si recetë kundër acarimeve të lëkurës, djegjeve e të tjera. Ato e quanin aloe vera bima e përjetësisë. Vlendet seket se vaji i saj mund të ofrojë përfitime më të mira për shëndetin tuaj, ku disa prej tyre do t'i rëndisim në këtë video sipas dhe saj. Ai ndihmon në shëndetjen e stomakut. Vaji i aloe verës ka avantazhe kundër inflamacioneve. Ai ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon në qelizat të mbrojnë në sistemin tretës. Ky vaj është më të vërtet i dobishëm për të trajtuar sindromën e zorrës së irrituar, konstipacionin dhe refluksin e acidit. Vaji i aloe verës është një bimë shumë e mirë edhe në lehtësimin e shenjave të lëkurës. Ky vaj përshpejton procesin e shërimit të lëkurës dhe parandalon gjithashtu formimin e shenjave. Vaji i aloe vera mund të shfrytëzohet për zgjerimin e kapilarëve dhe gjithashtu ta mbajë lëkurën të butë dhe akoma më të shëndetshme. Vaji i aloe verës mund të japë rezultate të kënaqshme edhe në sistemin tuaj imunitar. Vaji i aloe verës mund të përdoret për të mbajtur nën kontroll glukozën dhe diabetin. Ai mund të mbrojë gjithashtu kundër ekzemave, astmës, osteoartritit dhe forcon mbi të gjitha sistemin tuaj imunitar. Në të njëjtën kohë është një mburojë shumë e mirë edhe kundër komplikacioneve të infeksioneve të trupit. Përdorësi: deodorant natyral. Vaji i aloe verës ka një aromë shumë të mirë, ndaj ju mund ta përdorni si deodorant natyral për të larguar aromat e pakëndshme të trupit. Për më tepër, ky vaj përmban edhe elementë të cilët mbajnë në kontroll problemet e djersitjes. Atë mund ta aplikoni si vaj duke lyer zonat që djersiten më shumë ose ta përdorni si spërkatës për të njëjtën arsye, dhe rezultatet që do t'jap janë vërtet mbreslënse në përfitime të larta për shëndetin dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.